Tragjedia ndodhur natën e ndrimit të viteve në Zvicër ka shkaktuar reagime të shumta dhe emocione të forta në të gjithë vendin. Familjarët e të rinjve që humbën jetën u shfaqën të tronditur duke kërkuar drejtësi dhe përgjigje të qarta për atë që ndodhi. Humbën fëmijët tanë në një çast, u shpreh një prind gjatë omazheve të organizuara. Miq, shok dhe qytetar u mblodhën pranë vendit të ngjarjes për të nderuar viktimat. Qirin dhe lule u vendosën në heshtje ndërsa atmosfera ishte e rëndë dhe plot dhimbje. Autoritetet lokale dhe përfaqësues të institucioneve shprehen ngushëllime për familjet, ata e cilësuan ngjarjen si një humbje të madhe për shoqërinë. Në disa qytete u mbajtën minuta heshtjeje. Shkollat dhe komunitetet ku jetonin të rinjt organizuan aktivitete përkujtimore. Flamurët u ulën në gjysmështiz në disa institucione publike, reagime të shumta erdhën edhe nga bota politike. Në rrjetet sociale u shpërndan mesazhe solidariteti dhe dhimbjeje. Qytetarët kërkuan më shumë siguri dhe masa parandaluese u ngritën shqetësime mbi kushtet në ambiente të ngjashme. Organizata të ndryshme bën thirrje për kontrolle më të rrepta ndërsa mediat vijuan ta ndjekin nga afër ngjarjen. Ndërsa dhimbja mbetet e freskët, pritet që drejtësia të zbartë përgjegjësitë. Zvicra vijon të jetë në zi për jetët e humbura.